Kyriakos Mitsotakis dhe Antonio Costa dërguan së bashku mesazhe për nevojën që Bashkimi Evropian të përgatitet për skenarët më të këqinj nëse vazhdon bllokimi i ngushtisë së Hormuzit. Forumi i Delfit po rezulton këtë vit një stacion i rëndësishëm transferimi i desh, pasi drejtues të ndryshëm shtetesh, komisioner, ministra dhe në përgjithësi figura me ndikim shprehin aty qëndrime me peshë dhe më pas nisen me avion për në Larnak, ku sot dhe nesër zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian. Kryeministri grek ju referua një plan i bën ndërsa e krahasoi krizën që mund të shkaktohet nga goditja në transportin detar ndërkombëtar, me krizën e pandemisë së koronavirusit dhe me atë të luftës në Ukrainë. Me fjalë të tjera, sipas këtij arsyetimi, liderët europian do të bënin mirë të fillonin që tani të mendonin për një paketë financimi horizontale për të gjithë, me qëllim që qytetarët të mos shpërthejnë për shkak të shtrëngtimit të ushqimeve, karburanteve dhe energjisë, dhe të mos fillojnë të reagojnë politikisht përmes votës. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për zgjedhjet greke, por kryesisht për ato franceze, të cilat do të mbahen po ashtu pas një viti në maj të vitit 2027. Pa Emmanuel Macron kandidat, pasi Franca ka kufizim kushtetues për mandatet e një pasnjëshme presidenciale. Pengesa u hoq. Të çështje Kyriakos dhe Macron do t'i diskutojnë nga afër nesër pas ditëve të shtunën, por më parë do të zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian në Nikosia. Në agjendën e tij përfshihet ndër të tjera zhbllokimi i kredisë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, si edhe paketa e 20 e sanksioneve ndaj Rusisë, të cilat i kishte bllokuar të dyja Viktor Orban. Debutimin në këshillin e tij të parë do ta bëj pasardhësi i tij në postin e kryeministrit të Hungarisë, Peter Magyar, i cili përveç se ul mesataren e moshës sjell edhe një lloj aureole ylli në këshill. Natyrisht në tryez do të jenë edhe çështjet gjeopolitike, siguria europiane, por edhe propozimi spanjoll që Bashkimi Evropian të shkëputet nga Izraeli. Në analizën e medias greke thuhet me ironi se Pedro Sanchez nuk ka kërkuar ende që Turqia dhe aleatët e saj si Irani të përfshihen më thellë. Megjithatë, ai vlerëson se kjo e fundit nuk ka gjasa të ecë, pasi Gjermania ka dhënë tashmë sinjalin se gjëra të tilla nuk bëhen. Rama i mbushur me mjalt. Ndërkohë, kryeministri shqiptar Edi Rama ishte i mbushur me mjalt kur mbërriti në Pallatin Maksimos për takimin me homologun e tij grek dhe u shpreh: "Ju falenderoj shumë, çfarë vendi të bukur që keni, të cilin e adhuroj." Pastaj sërish: "Ju falenderoj sinqerisht për mbështetjen, është nder për mua të jem këtu. Më falni që nuk u vesha siç duhej", si edhe buzëqeshje përsëri mjalt. Zoti Rama ka kuptuar jo vetëm ngritjen gjeopolitike të Greqisë me mbështetje të plotë nga SBA-t, por edhe peshën e Kyriakos Mitsotakis brenda BE-s si edhe rolin e Greqisë në çështjet energjetike. Shqipëria po troket në derën në BE-s dhe e di se pa Greqinë kjo derë nuk do të hapet kurrë. Gjatë takimit Kyriakos Mitsotakis u soll me takt. Ai shmangut u referoi problemeve që lidhen me të drejtat e pronësisë së Vorja e periudhëve dhe të minoritetit grek, uzurpimit dhe përvetësimit të ashpër të tokave në Sarandë, çështje për cilat sipas autorit Fredi Beleri qëndroi për një vit në burg me qëllim që të hiqej nga posti i kryebashkiakut, si edhe çështjeve të tjera të ngjashme. Ai Elera mund të fliste vetëm për një gjemb për caktimin e zonës ekskluzive ekonomike me referim në Hag, pasi edhe aty pala shqiptare vënë në dyshim çështje sovraniteti, shkruan media greke. Rama la të hapur mundësinë që në vjesht të ketë një padi në gjykatën e Hagës mbi bazën e një kompromisi të përbashkët juridik. Pas Pallatit Maksimos, zoti Rama, për të cilin Athina vite më parë kishte organizuar edhe një ekspozitë të tërë në Zapejon, shkoi drejt Delfit. Atje kur u pyet nga Aleksis Papacelas i gazetës Kathimerini për burgosin e Belerit, ai nuk e fsheu bezdin, duke thënë se nuk ekziston më ndonjë çështje pasi ishi burgosur i tij tani është eurodeputet. Megjithatë, më interesant se vetë prania e Ramos ishte zhvillimi paralel, pasi u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi ndërmjet Fondit të Pasurive Publike të Greqisë dhe Fondit Shqiptar të Investimeve. Siç tha drejtori ekzekutiv i fondit grek, memorandumi dërgon një mesazh shumë të fortë për komunitetin ndërkombëtar të investimeve se vendet tona fqinje janë të hapura ndaj botës dhe të gatshme të ecin përpara së bashku, ndërsa Elira Kokona, drejtoresha ekzekutive e Fondit Shqiptar të Investimeve, theksoi se të dy organizmat nuk nisin nga zero, pasi kanë tashmë portofol aktiv, por tani do të mund të identifikojnë së bashku mundësi të strukturojnë projekte dhe t'u paraqesin ato investitorëve. Në artikull thuhet se ndoshta nuk ka informacione mbi asetet e Fondit Shqiptar, por kujton se fondi grek ka në administrim të gjithë pasurinë publike të shtetit grek, ndërsa figurat e opozitës kryesore janë shprehur vazhdimisht për nevojën që ky fond të mbyllet, duke argumentuar se tashmë nuk ka më arsye për ekzistencën e tij. Nga ana tjetër lindin një sër pyetjesh se pse fondi grek zgjodhi të bashkëpunojë me fondin shqiptar dhe cilat janë këto mundësi të përbashkëta investimi që të dyja palët do t'u paraqesin investitorëve, dhe artikulli mbyllet me pyetjen ironike: mos vallë prandaj Rama ishte gjithmjalt.